Përshëndetje jeta shef. Tani sapo kam marrë këtu ke komisariati I policisë me bani denancim për një Valentina që merr me numër me gjithë vllajën e vet, që këto rrinë të bullizu në për rrjetet sociale, rrinë të shantazhu, rrinë të shoh me familje. Kjo është femër e herë edhe turp tek jetë. Kjo Valentina nga Vlora, se ka është nuk e di për zotin, po do ta hetojmë këtu me numrin e telefonit. Edhe ai vllai, ai thot e kam vlla, po nuk e di a ka vlla, ase çka ka nuk më intereson. Tani mu më intereson pse futet ajo në punë e huaja për mu me merr me msha mua. Çfarë muhabeti ka, çfarë halli ka me mu? Mu më ka këtu në Lezhë, nëse ka ndaj hall me mu, direkt këtu në Lezhë, e të baje direkt denancim, nëse unë I kam bërsh në Përnërishi, me shkpot fjalë nga Aleksi Mirditor Kashinari. Unë jam nga Kashinari Mirdit, edhe respekt e jeta shef, ju falenderoj të gjithëve. Jo priv zoti marr. Sot kjo zonja ka hap live-in direkt ke Radio Malsia, ke Sokol Tatiçaj, për vetëm për mua, për me erdhë me shani aty e gjitha. Unë nuk kam vrejtje për Radio Malsin, as kam vasiloj gjojnë sa I ka hap live-in për veti, po kjo ja fut dhe me këtu qa. Kur mi kini shu mua të 2-3.000 euro? Ku janë faturat që mi kini pru? Këta unë du me ditëre, se mirë që po thamë falenderit, po më gjini faturat, ku janë faturat, ju si më kini shu 2-3.000 euro, që thëni, kur u fut bisha malsore ati, more tha, jo tha, kur I kemi shu, tha lek, si të thana më I zojnë, tha, zojnë Valentina. Respekte, jeta shë.